ky ligj i bazuar fund e krye në ideologjinë e ekstremit majt, përmbys kushtetutën e vendit, përmbys kodet e vendit, dhe penalizon të gjitha ata të cilët duhet të mbrojnë familjen dhe vlerat e saj. Penalizon ligjet, kushtetutën e vendit, përmbys nenet e lirisë së besimit. e lirisë së mendimit dhe shprehjes së tij. Orientimi i ndryshëm seksual është një realitet i lashtë sa vetë lashtësia, një realitet i cili ekziston për hir të zvërtetës pavarësisht nga besimet apo bindjet politike. Tirana është qyteti i tolerancës dhe vendi është një vend i lirive të garantuar. What?